Ladies and gentlemen, the Rolling Stones! Grupi i famshëm muzikor The Rolling Stones ka anulluar koncertin në Australi që është pjesë e një turi muzikor të këtij grupi. Shkak për këtë është bërndarja nga jeta e të dashurës së Sir Mick Jagger, Lauren Scott. Stilistja e njohur amerikane u gjetë vdekur në apartamentin e saj në New York ditën e hënë. Dyshohet se ajo ka vrarë veten. Grupi britanik kishte planifikuar të nisë turin muzikor ditën e mërkurë. Pas vendimit për të anulluar koncertin, promotori i grupit The Rolling Stones nuk ka informuar ende se kur ky tur koncertesh do të fillojë. Grupi ka planifikuar për të luajtur 5 koncerte në Australi. Rrjeti BBC bën të ditur se spektatorët që kanë bler biletat për koncertin e smërkurës janë duke kërkuar që t'i mbajnë biletat deri kur grupi të vendosë të jap koncertin. Scott u gjetë vdekur nga asistenti i saj 90 minuta pas dërgimit të një mesazhi me SMS ku i kërkonte atij që të shkonte në banesën e saj në Manhattan, por pa specifikuar arsyet se pse. Solisti i grupit The Rolling Stones, Sir Mick, pasi mori lajmin e hidhur, u shpreh se ishte i tronditur dhe i shkatruar plotësisht nga vdekja e saj. Mick Jagger, i cili aktualisht është 70 vjeç, filloi të takohej me Scott në vitin 2001. Supermodelja Naomi Campbell, redaktorja e Vogue Anna Wintour dhe këngëtarja Madonna kanë qenë midis atyre që ishin tifozë të stilistes. Naomi Campbell u shpreh se Scott ishte mishërimi i heshisë dhe feminitetit, ndërsa Anna Wintour e përshkroi stilisten si një perfeksion të plot. Nga ana e saj, aktoria Nicole Kidman u shpreh se ndihet shumë zemërthyer. Vdekja e stilistes Scott vjen një muaj pasi ajo anulloi një shfaqje në London Fashion Week, duke argumentuar se kishte pasur vonesa në prodhimin e veshjeve të stiluara prej saj. Scott ka veshur me rrobat e stiluara prej saj yje të kinemas dhe të ekraneve si Oprah Winfrey, Sarah Jessica Parker, Angelina Jolie e të tjerë.